ky është një debat i cili në duke shumë veta mund tonë, po për çfarë është debati? Sepse fund fare, rezultati i zgjedhjeve ka dalë. Pra, për momentin, kemi një rezultat 82-52 në favor të Partisë Socialistëve dhe deri tani kemi një mandat të Shqipëria bëhet, 3 mandatet Partisë Socialdemokrate dhe nga një mandat për mundësinë dhe bashkë. Dhe dikush mund të thotë atëherë, çfarë problemi ka se rezultati ka dalë? Po, rezultati ka dalë, por nuk është i plot. Pse nuk është i plot? Shikojmë, futemi tek Lezhë. Në Lezhë, rezultati është në favor të Partisë Demokratike, ajo për momentin ruan të njëjtin rezultat të 4 vite më parë, 4 mandate dhe, ose më saktë tani është aleancë madhështore, por gjithsesi atëherë dhe sot ka 4 mandate. Partia Socialiste ka 3. Por çfarë ndodhi gjatë numërimit të votave për një pjesë të madhe të kohës, Partia Socialiste kishte 4 mandate. Rezultati ndryshoi vetëm mbrëm vonë në darkë. Rezultati tashmë kur numërimi ka mbaruar, pavarësisht se KQZ-ja nuk e ka nxjerr kutinë e fundit, rezultati është 30, pse po lexoj votat? Sepse këtu është gjithë thelbi i gjithçkaje. Madhështorët kanë 30.619 vota. Socialistët kanë 29.067 vota. Pra është një diferencë diku mos gaboj tek 1.000, 1.500, 1.600 votat. Rezultati ndryshon, mund të ndryshoj. Pse? Sepse në qarkun e Lezhës, diaspora ka dërguar 11.000 vota. Në 11.000 vota, në të cilat po numërohen ndërkohë në parkun olimpik, Partia Socialiste ka rikuperuar diku midis 300 dhe 350 votave. Kjo është situata në Lezhë. Pra, këtu dhe temi diaspora po ngushton një rezultat i cili është tashmë edhe ishte ngushtë e përpara. Dhe në 11.000 votat Lezhës, Partia Socialiste për momentin ka avantazh. A mund të japi kjo apo jo ndryshim rezultati? Ngushtimi i diferencës në numra sigurisht tek socialistët shton shpresën, tek madhështorët shton anktin se ndoshta aty mund të humbin dhe një mandat tjetër. Pra pikpyetja Juli është, ndërkohë madhështorët janë 20 mandate poshtë. Pse ata kanë ankth sërish për këtë gjë? Po do t'ja shpjegojmë fakt për këtë pak më vonë, po t'i marrim gjitha me radhë. Marrim sharkun e Dibërës. Në Dibër, socialistët gjithashtu kanë fituar me një diferencë me mbi 10.700 vota nëse unë zgaboj. Por 10.700 votat për momentin nuk i prodhoi mandat. Pse nuk i prodhoi mandat? Pasi sharku i Dibërës ka pak mandate dhe sigurisht marzhi i marrjes së mandati këtu është shumë i lartë. Megjithëse janë 10.000 vota, më shumë nuk arrin dot të prodhojnë mandate. Pra, por, si e shikoni dhe nga shifrat, janë shumë afër një mandatit 4. Pse? Kanë marrë 3 mandate. Mjaftot pjesëtoni 32.816 me 3 dhe e kuptoni që një mandat në Dibër del diku me 11.500 vota. Sa është diferenca aktuale mes tyre? Është 10.700 vota. Pra duhen edhe 1.000 vota tjera që socialistët të marrin, midis 800 dhe 1.000 votave tjera që socialistët marrin dhe mandatin e 4, dhe nëse është mandatin e 4, merr mandatin e 4, madhështorë zbresë në një mandat. Prap shtrohet pyetja, prap edhe këtu rezultati nuk do ndryshonte në tel politikisht. Prap socialistët do kishin fitore. Atëherë pse ngrenin alarmin madhështorët? Duhet shpjegoj pak më vonë, sepse duhet shkojmë tek analiza e qarkut të Vlorës. Edhe në Vlorë, rezultati është super i qartë, 8-4, socialistët kanë fituar, madhështorët nuk janë sërish madhështorë edhe kësaj radhe. Por shikoni diferencën e votave. Janë 30.300 vota. Janë 30.300 vota plus për socialistët. Dhe janë 30.300 vota cilat normalisht duhet prodhojnë një mandat tjetër. Pse nuk e prodhojnë mandatin? Për shkak se niveli për marrjen e mandatit nuk e arrin. Pra duhen votat e tjera. Çfarë ndodh? Socialistët thonë brenda tek votat e diasporës mund ketë vota për ne edhe në qarkun e Vlorës. Po prap shtrohet e njëjta pyetje Juli. Pse madhështorët kanë sërish ankth për një rezultat i cili tashmë është i qartë, 8-4. S'ka mbaruar akoma. Dal tek qarku i Fierit. Në qarkun e Fierit sigurisht Zoti Bardhi ka arsye pse shqetësohet në rast se Partia Socialiste arrin mandatin e 13, pasi përveç të tjerave do t'i duhet që në parlamentin e ardhshëm të replikojë me Zeshinen. Po ky është problemi i Bardhit. Çështja është pse Partia Demokratike nuk kërkon të numërohen votat e Greqisë, të cilat janë të regjistruar shumicën në Fier
dhe në Tiranë, ku rezultati edhe në Fier, edhe në Tiranë, është thellësisht humbus për ta. Pra 12-4, dhe ndërkohë, po të shkojmë në Tiranë, sigurisht të këtu socialistët kanë arritur atë që donin, mandatin e 19. Po shikoni dhe këtu diferencën. Shikoni sa e lartë diferenca midis Partisë Socialiste dhe madhështorëve. Pra është një diferencë pothuajse 49.000 vota. Një diferencë shumë e lartë, por që i ka siguruar mandatin e 19 dhe tani socialistët me qetësi dhe këmbkujtës tonë ne mund të marrim dhe mandatin e 20. Pse mund ndodhi kjo? Nëse ju kujtohet gjatë numërimit, fasës parë të numërimit, madhështorët nuk kishin 14 mandate, po patën 13. Pse? Sepse Agron Shehaj ju afrua mandate dytë. E mbajtë për pak kohë dhe u detyrua ta lëshojë. Po ndërkohë, nëse shohim hartën e votave që kanë ardhur nga diaspora dhe që po numërohen pa votat e Greqisë, po ta shikojmë, ndoshta regjia në nxjerrë në ekran, Agron Shehaj, Agron Shehaj 1 dhe Adriatik Lapaj 2 janë dy partitë që kanë marrë më shumë vota nga diaspora. Dhe çfarë ndodh? Ndodh që qoftë nisma, Shqipëria bëhet, apo mundësia, mund kenë themi mundësi që të marrë një mandat. Shehaj ka mundësit më të mëdhaja, Shqipëria bëhet mundësi më të vogla. Por çfarë ndodh? Shtimi i votave të emigrantëve mund të ndryshojë përqindjet, dhe përqindjet vendosin në fund fare se kush e merr dhe kush e lë një mandat. Pra në momentin që rritet nisma dhe rritet mundësia, mund bie përqindja e Partisë Demokratike. Partia Socialiste nuk e ul të përqindje. Pse? Sepse siç po e tregon numërimi i votave, socialistët po marrin dhe shumicën e votave nga diaspora. Çka do të thotë që çdo votë që vjen nga diaspora i shkon më shumë në favor socialistëve dhe më pak demokratëve. Dhe demokratët rrezikojnë një mandat në Lezhë, që e rrezikojnë shumë, se po e shikojmë nga shifrat cilat janë duke u numëruar, rrezikojnë shumë në Fier, pra mos më saktë Bardhi rrezikon një poshtrim në Fier, rrezikojnë në Vlorë, dhe ndërkohë edhe në Tiranë dhe në Dibër, socialistët tonë që këto vota kanë mundësi që t'u japin atyre një mandat shtesë. Dhe ndoshta dikush mund të thotë, ndoshta demokratët kanë hallin se shifrat e mandateve në total mund të shkojnë për Partinë Socialiste 84 dhe plus, sa do t'i jepte Edi Ramës një shumicë të cilësuar. Një shumicë e cilësuar do të thotë që një mazhorancë mund të marrë vendime të vetë, pra pa i shtrirë dorën partisë tjetër, duke filluar nga kodi zgjedhor dhe gjithë ligjet me shumicë të cilësuar. Vetëm ndryshimet kushtetuese do të kërkonin vota nga palët e tjera. Do të kërkonin vota nga palët e tjera, po shikoni palët e tjera ndërkohë janë 1, 4, 5, 6. Dhe nëse Partia Socialiste do të arrinte një shumicë me mbi 84 vota, dhe nëse do ngrihet nevoja e një reforme kushtetuese në parlament, ndryshimet mund të vinin edhe me votat, edhe në konsultime me partitë e tjera, duke e përjashtuar Partinë Demokratike, ose më saktë duke hequr asaj de facto rolin e numrit 2 në skenën politike të vendit. Tani dalim tek votat e Greqisë. Votat e Greqisë sigurisht janë vota të rëndësishme, janë 54.000 vota. Dhe ato në mënyrë automatike do të shtonin në rrezikun që Partia Demokratike dhe madhështorët e saj të humnin mandate të tjera dhe Partia Socialiste të shkonte mbi 85 mandate. Po këtu, Juli, në këtë moment, çështja bëhet totalisht politike. Folëm ndër tani në fakt për anksin e demokratëve, por le të ndalemi pak tek ankthi i Celibashit, sepse dhe gjatë këtyre ditëve të maratonës zgjedhore, ti e ke vënë theksin tek vendimi KQZ-s dhe i Celibashit pra për bllokimin e numërimit të votave të diasporës që vijnë nga Greqia. Rim pak këtu, përse ky vendimi KQZ-s? Po, vendimi Celibashit, atëherë vendimi Celibashit, zoti Celibashi doli dhe tha që dhe shpjegoi, por në një konferencë për shtyp të cilën edhe ne nuk e transmetuam sepse u duk jo me një rësit veçantë, kundër të tjera i përmendi faktin si në përreshta se ka rënë dakord me të dyja palët që vota dhe numërimi elektronik për Vorën dhe për njësinë 10 në Tiranë nuk do të jepe ashtu siç ishte parashikuar dhe siç e thotë edhe ligji. Ligji thotë, nëse i referohesh kodit zgjedhor, ligji thotë që në momentin që rezultati del nga numërimi elektronik, ai transmetohet brenda një ore nga KQZ-ja. Celibashi doli para kamerave dhe në NZ tha që ka një marrëveshje me Partinë Socialiste dhe Partinë Demokratike që nxjerrja e këtyre rezultateve të mos bëhet një orë, po të bëhet ditën e nesërme në orë 8, në mënyrë që të mos dekurajohen
palët gjatë procesit të numrimit. Çfarë ndodhi? Ndodhi që Partia Socialiste doli dhe reagoi, besoj e mbani mend që transmetimit në këtu në maratonën tonë elektorale Shqipëria vendos, doli dhe reagoi dhe tha ne nuk kemi marrëveshje me Celibashën. Zoti Celibashi nuk doli të përgjigjej, por ne më pas nxorëm atë që quhet marrëveshja e nënshkruar nga të gjitha palët sa i përket numrimit elektronik. Në ato marrëveshje Juli nuk ishte asnjë pikë ku palët të kishin rënë dakord edhe në bekimin e KQZ-s që ky rezultat i numrimit elektronik të jepej një ditë më vonë. Tani çfarë ndodh? Përveç kësaj, zoti Celibashi mori dhe një vendim tjetër sa i përket votave të Greqisë. Partia Demokratike filloi kontestimin e kishte filluar para zgjedhjeve me disa reagime të zonjës Topalli, për sa i përket dyshimeve që ata kishin se vota e ardhur nga Greqia ishte e manipuluar, ishte e patronazhuar edhe në bashkëpunim me DHL-n. DHL, e kujtoj, është posta më e rëndësishme ekspres në botë, pjesë e Deutsche Post dhe Deutsche Bank, pra është një kompani me reputacion botror, jo ndërkombëtar, po botror. Mendoni ka flotën e vet ajrore me cilën ajo shpërndan postën. Kjo për treguar se sa e fortë është kjo firmë. Sigurisht kjo firmë ka bashkëpunime në Shqipëri, ka zyret e veta, ka filajet e veta, ka edhe ata që quhen themi bashkëpunëtor sekondar, si Spedex, i cila gjithashtu është një firmë tjetër me reputacion. Por çfarë ndodhi me votat e Greqisë? Pam zotin Noga, numrin 2 të Partisë Demokratike, i cili u lëshua në Parkun Olimpik të dielën në mbrëmje dhe kërcënoi dhe komisionerët e tij dhe i tha ju nuk do të numroni asnjë vot nga zarfet që vijnë nga Greqia. Partia Demokratike më pas u ankuar zyrtarisht dhe Celibashi mori vendimin e dytë. Në vendimin e dytë që lidhet me votat me votimin që është vendim kontravers, zoti Celibashi vendosi që votat e Greqisë do të ndaheshin më vete dhe do numroheshin në një moment të dytë pa ndërprerë numrimin e votave të tjera të diasporës. Në duke një vendim logjik. Por ama atë që pamë ne sot, edhe në reagimin e marrashlogut për mbrojtësit ligjor të Partisë Demokratike, dëgjuam një kërcënim të qartë. Zoti Logu tha tekstualisht, ne nuk do lejojmë të numrohet asnjë vot nga Greqia, pasi do ta bëjmë këtë me të gjitha mjetet që ne kemi në dorë. Pra, Partia Demokratike kërcënoi që do të bllokoj numrimin e votave që vijnë nga diaspora, pra nga Greqia. Çfarë do të thotë kjo? Dhe kjo do të thotë, Juli, një gjë shumë thjeshtë. Nuk ndryshon asgjë në rezultat politikisht, ndryshon diçka e vogël në sensin se do të ketë shumicë cilësuar apo jo, pra ndryshon përmasat e fitores së njërës palë dhe thellësinë e humbjes së palës tjetër. Por ajo që ndryshon është kalendari politik në vend. Pse? Zoti Celibashi, nëse ju kujtohet, tha para zgjedhjeve se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do mundohet që të respektojë afatin ligjor të certifikimit të rezultatit. Afati ligjor i certifikimit të rezultatit është dita e martë në mbrëmje. Tani më bërë ditë lëmsh, pra i bie që të jetë sonte në mbrëmje, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të certifikojë rezultatin e zgjedhjeve. Pra të dali kryekomisioneri dhe thotë, u zhvilluan zgjedhjet, morën pjesë kaq veta, këto që në votat e pavlefshme dhe në bazë të votave dhe formulës së ndarjes së mandateve, Partia Socialiste ka marrë kaq mandate, Partia Demokratike apo madhështorët kanë marrë kaq mandate, Socialdemokratët kaq dhe të tjerët me radhë. Pra certifikon rezultatin dhe në këtë moment pala që fiton zgjedhjet bën dhe festën zyrtare. Por çfarë ndodh? Pam sot zonjushën apo zonjën e Komisionit Qendror Zgjedhjeve, e cila mbrojti vendimin e kryekomisionerit Celibashi. Ajo tha, kërkojmë kohë për të shqyrtuar ankimin e PD-s së paku deri ditën e premte, por ndoshta edhe më vonë. Dhe në këtë moment, këtu pastaj jemi në kuadrin e indiceve dhe spekulimeve, Juli, mos harrojmë, ditën e premte në Tiranë mbahet samiti i Komunitetit Evropian. Është samit, themi, me përmasa shumë të mëdha ndërkombëtare, po patyshim është shumë e rëndësishme për Shqipërinë në procesin e integrimit të saj. Pra çfarë po kërkon Komisioni Qendror i Zgjedhjeve? Çfarë po kërkon Celibashi? Po kërkon që ne të shkojmë, pra Shqipëria të shkojë zyrtarisht në këtë samit, si pritje e samitit, pa një fitues në zgjedhjet e vitit 2025. Pra, po kërkon që një farë mënyrë ndoshta e bën niset nga qëllimi i mirë që të ngushëllojë Partinë Demokratike, por në fund fare kryekomisioneri i zgjedhjeve nuk është një funksionar politik. Ai është një funksionar zyrtar,
ai është temi kryeministri i procesit zgjedhor dhe detyra e tij është që të shpallë rezultatin në momentin që ai e ka atë të certifikuar. Zoti Celibashi me këtë vendim të cilin e mbrojti sot dhe përmes këshilltarëve vetveta e tha dhe publikisht, kërkon ta shtyjë këtë proces pas samitit europian të ditës së premte. E tha me zë dhe me figurë. Dhe kjo realisht, Juli, nuk kompromenton rezultatin e zgjedhjeve, nuk ndryshon asgjë në temin në rrjedhën normale situatës, rezultati edhe mund të certifikohet edhe më vonë, por kjo tregon që Celibashi me këtë vendim futet në lojën politike në vend. Sigurisht, ky është një moment temi reflektimi për zonin Celibashi, i cili është pa diskutim eksperti më i mirë sa i përket çështjeve elektorale në vend. Vendimet e tija kanë qenë gjithmonë temi të kontestueshme pasi kryesisht nga njëra pala që humbet zgjedhjet dhe këtë e ka kontestuar kryesisht zoti Berisha gjatë 2 dekadave e gjysmë fundit, po kësaj radhe është hera parë që temi mënyra se si funksionoi kryekomisioneri në këto zgjedhje kontestohet nga pala që fiton zgjedhjet. Dhe në momentin që kontestohet nga pala që i fiton zgjedhjet dhe rezultati është i dukshëm, kjo tregon që diçka nuk ka shkuar në punën e Celibashit. Dhe nëse duam ta shtyjmë më tej, Juli, në 2-3 ditë e fundit në kampin e opozitës ka pasur zëra që ata të mos njohin rezultatin e zgjedhjeve dhe të kërkojnë anulimin e tyre. Apo jep Celibashi gjithashtu Partisë Demokratike një arsye madhështore për të kërkuar anullimin e zgjedhjeve. Këto duhet të përgjigjet zoti Celibashi vetë. E rëndësishme është që tashmë kemi një përplasje institucionale midis partive kryesore politike në vend dhe kryekomisioneri i zgjedhjeve, i cili u zgjodh atje me konsensus, u zgjodh me dakordsi nga dyja palët, po kësaj radhe duket qartë që ka mbajtur anën e njërës palë. Ka mbajtur ndoshta për arsye humanitare, për arsye themi njerëzore apo për arsye politike. Kjo nuk na takon ta themi, ne jemi gazetar, paraqesim faktet, paraqesim shifrat, paraqesim kalendarin politik ngjarjeve dhe sigurisht vendimi i Celibashit nuk është një vendim teknik, nuk është një vendim i arsyetuar nga pikpamja procedurale, pasi siç edhe ju e lexuat pak më parë, DL-ja sapo ka publikuar përgjigjen e saj për Celibashin dhe për Partinë Demokratike. Ankesa Partisë Demokratike ka qenë ne duam të dimë nëse zarfet që kanë çuar kanë marrë firmë nga personi të cilit ai është drejtuar, pra zarfi me votën. Dhe DL-ja në përgjigjen që ju sapo thatë thotë, për çdo zarf, për çdo dërgesë, ne kemi kundër firmën. Dhe pyetja ime e fundit është, pse në argumentimin që bën këshilltarët e zotit Celibashi nuk e paraqiten këtë fakt? Pse ky fakt del nga burime mediatike, pra del nga ne, s'pare, nuk e di nëse e kanë nxjerrë tjerët, pse nuk e nxori te KQZ-ja, pse nuk e dha këto Partisë Demokratike, pse nuk e paraqiti në mbledhjen e Kasit? Këto janë gjitha, nuk janë më pyetje, Juli. Këto janë pyetje retorike, por për më tepër janë pikpyetje mbi veprimtarinë kësaj radhe të zotit Celibashi dhe mënyrën se si ai e drejtoi procesin zgjedhor. Le ta themi më troç, procesi zgjedhor eci drejt dhe pa probleme, kjo jo për merit Celibashit, për merit Celibashit, ky proces rrezikon të futet në një ngërç, i cili ka pasoja politike, po dhe institucionale në një vend që kërkon të futet në Bashkimin Evropian, po që për më tepër po organizoni summit ditën e premte. Summit për cilin zoti Celibashi duket nuk është edhe kaq i lumtur.